Në vazhdim e shumë takimeve që ka i pari i komunës së Prizrenit Shoqir Totaj, sot ka pritur një delegacion nga Banka Gjermane për Zhvillim, KFT, përbërë nga Gjorgji Kurner, menaxher i projekteve për infrastrukturë komunale në Kosovë. Uve Aras, inxhinier i lartë dhe Premtim Islami, specialist infrastrukturës komunale nga zyra e KFVV-s në Prishtinë, diskutuan për koordinimin e projekteve në sektorin e ujrave të zeza dhe për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Gjithashtu, kryetari Totaj shprehu mbështetje për projektin e rehabilitimit dhe modernizimit të deponisë së mbeturinave në Landovic, që përfshin nxjerrjen e gazit dhe trajtimin e ujrave të ndotura, projekt që është në fazën e dizajnimit. Kjo mirëpret sepse banorët e këtij fshati tani një kohë të gjatë kanë probleme të theksuara afër kësaj deponie. Komuna e Prizrenit do të vazhdojë mbështetjen për ndërmarrjet publike me synim krijimin e një mjedisi më të pastër dhe më të shëndetshëm për të gjithë qytetarët, theksoi kryetari Totaj.